Gëzuar Martin Leka. Jara mbrëmja dhe u takuam në Close Friends dhe thoshte miku yt, poeti Teodor Keko. Kështu e ka një poezi. Kujtimi bukur. Kam disa njerëz të dashur që të cilëve nuk u kam pranuar asnjëherë vdekjen, ndër të cilët është vllai im i vogël. Ju jeni puthur në seancën gjyqësore me Anilën, me Blue Saxin bëj Blue Sex pastaj, sepse duhet të dukesh e seksi. Nga Blue Saxin, Blue Sex. Lalieri Pirakit e 313, Fatos Nano pinte gin, ndërsa ti pije Martini, figurativisht. Emrin tënd, vetmin tënde, trishtimin tënd, Martin. Vetëm Ben Blushi ka shpëtuar nga burgosja. Po tani në gjithë çdo shkollën? Me Fatos Nanon, ke komunikim tani? Kam. Rrallë tani që ai. Mua më duk sikur Fatos Nanon u tërheq më shpejt se sa duhet. Po padyshim. Big Brother i pas ka ekzistuar që në kohën e diktaturës me Ostenin. Martin Leka pse s'u bëre oligark ti? Të kanë propozuar për të bërë deputet në 97-ën? Në 97-ën po bëhej edhe drejtësi deputet. As mos ki lakmi, as një lloj miliarderi në fund, kur ta ketë shkruar ai, të njëjtën sipërfaqe provën e Dokeni. 2 metra katror. Nuk e kam thënë që jam piktor dhe nuk jam piktor, po unë pikturoj. Është ky. E ke bërë fiks. Çfarë pengu ke me Xheveris Periun? Çka ka ndodhur? E masakroi shiku, e rrahu, shkoi në spital, edhe është. Do flasim për krye piktorin ton, Edi Ramën. Në fakt, përpara atit, unë kam njohur kryes skulptorin. Personazhi Edi Rama tek ty në vitin 97? Po, kur e Çfarë rra. të sjell në mendje kur e rran? Me Ben Blushin, morëm atë Skodën, e me Nikolli Ram gjithandej, nuk gjetëm gjë. Aman i themi kanë rrahë Edi Ramën, na jep tetanos se s'ka spitali. Sali Berisha gjithmonë e ka thënë këtë. Mund të ketë thënë e ka rrahë vllai vet. E ka rrahë vllai vet? Vllai vet, për Olsi ndoshta. Mua më dukesh si drejtori i përjetshëm i RTS-s. Kur kam lënë detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Radio Televizion Shqiptar, ja kam lënë pasardhësit arkën me 6 milion euro plus. Në atë institucion nuk vlerësohen taftët. Fajet nuk i kanë ata, i kanë ta që i vënë. Kur bën zapping, ndalon tek kanali RTS1 HD? Jo,